Ajo gjithmonë na surprizon, diva jone e bukur shfaqet e veshur me një super fustan ngjyroze e përshtatur parketes tine. Bëhet fjale për fustan zyrtar, por të trikotuar. Kjo lloj veshje është pikërisht e duhura për këtë mbyllje sezoni. Kiara na shfaqet duke ecur e duke pozuar njëkohësisht, por papritur aty shfaqet e embla Heidi, e cila ishte e ftuar speciale tek kafja e Braces. Heidi menjëherë i është afruar Kiarës dhe kanë shkrepur të dyja foto. Kiara me pare është shprehur se Heidin e ka mike të mire dhe mban raporte shumë të mira. Gjithashtu ajo e etiketon Heidin si një zemër dhe i flet me përkedheli Heidush. Kiara gjithmonë bën mikesha të mira, ajo di të mbaj raporte të mira dhe të ruaj dhe miqësitë reale. Rikthehemi pak te veshja, duke e parë në detaj fustani është roz, por me pika që xixëllojnë dhe me detaje lulesh vathe që kanë shkelqim diamanti. Takat shumë fine me një fjongo me diamant që kombinohen me fustani dhe me vathet. Ajo gjithmonë shkelqen në skene e përveç kësaj stili i saj është unik. Çdo bashkëpunim që ajo ka bërë me buteqet ka qenë i suksesshëm. Një surprizë e veçantë që i është bërë Kiarës për fundvit nga fansat e vegjël e të mëdhenj për mbylljen e sezonit janë fansat e shumtë të cilët kanë pritur radhën të bëjnë foto me Kiarën, ndërsa disa prisnin për të marrë autografe, gjë që Kiara nuk e aplikon shpesh. Ajo përveç thjeshtësisë ka sharmin që çdo veshje i shkon fal kombinimit që ajo zgjedh për të dukur sa më thjesht dhe e veçantë. Për një dukje të mirë përveç zgjedhjeve duhet të kesh stil që të dish çfarë të kombinosh. Përveç kësaj ajo ka dhe në shumë këshilla për publikun shqiptar, qoftë në veshje, qoftë në përkujdesje fytyre apo sugjerime të tjera të cilat ajo i aplikon vetë dhe njëkohësisht sugjeron dhe për publikun e gjerë anë e mbane kudo që ndodhen. Ne i themi komplimenta për stilin si dhe i urojmë suksese Kiarës për vijimësinë e karrierës. Ndoshta një ditë do ta shohim një figurë kryesore që drejton një media përveç se moderatore. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.